Ndonjëherë, një histori e shkurtër të mëson më shumë se një libër i tërë. Dëgjoje deri në fund. Po të duaj të zgjidhje vetëm njërin, pasurinë, suksesin apo dashurinë, cilën do të zgjidhje? Dëgjoje këtë histori deri në fund. 3 pleqt e mençur. Ishte një ditë pranvere kur një grua pa 3 pleqt që qëndronin para shtëpisë së saj. Ata kishin mjekra të gjata, të bardha dhe dukeshin sikur kishin bërë një rrugë të gjatë. Megjithse nuk i njihte burrat, ajo ndoqi një shtys për t'i pyetur nëse ishin të uritur dhe donin të hyrin brenda. Pastaj, njëri prej tyre u përgjigj: "Ti je shumë e sjellshme, por vetëm njëri prej nesh mund të vijë brenda." Emri i tij ishte pasuri. Ndërsa tregonte me gisht tek plaku që qëndronte në të djathtën e tij, emri i tij është sukses. Pastaj, a i tregoj atë që qëndronte në të majt, emri i tij është dashuri. Ju duhet të vendosni se cilin prej nesh dëshironi të ftoni në shtëpi. Gruaja u kthye në shtëpi dhe i tha burrit të saj atë që sapo kishte përjetuar jashtë. Burri i saj u gëzua dhe tha: "Shkëlqyeshëm, le të ftojmë pasurinë brenda." Por gruaja e tij nuk u pajtua. "Jo, mendoj se më mirë duhet të ftojmë suksesin." Aty kishte edhe një vajzë të tyre. Ajo vajza tha: "A nuk do të ishte më mirë nëse do ftonim dashurinë? Ne kemi shumë nevojë për dashuri." "Ajo ka të drejtë," tha burri, "dil dhe fto dashurinë si mysafirin ton." Dhe gruaja pohoi me kokë dhe shkoi te 3 burrat. Jashtë ajo foli: "Cili për jush është dashuria? Ju lutemi, hyni dhe bëhuni mysafiri ynë." Dashuria u ngrit dhe ai u ndoq nga 2 të tjerët. E habitur gruaja kërkoi pasurisë dhe suksesit. "Ne kemi ftuar vetëm dashurinë, pse dëshironi të gjithë të vini brenda?" Pleqt u përgjigjen një zërit: "Po të kishit ftuar pasurinë ose suksesin, 2 të tjerë do të kishin qëndruar jashtë, por me qenë se ju keni ftuar dashurinë, të tjerët shkojnë atje ku shkon dashuria." Çfarë histori e bukur! Kjo histori na kujton një të vërtetë të thjeshtë, por që shpesh e harrojmë. Ne kalojmë një pjesë të madhe të jetës tonë duke ndjekur pasurinë dhe suksesin, duke menduar se ato do të na sjellin lumturinë. Por kjo histori na tregon se rruga është ndryshe. Është dashuria ajo që jep kuptim pasurisë dhe suksesit. Pa të, edhe gjërat më të mëdha humbin vlerën. Me prek edhe një gjë tjetër. Shpesh janë fëmijët ata që na kujtojnë atë që ne të rriturit e kemi harruar, ndërsa të rriturit mendojnë për para dhe sukses. Vajza zgjodhi dashurinë dhe pikërisht ajo zgjedhja ndryshoi gjithçka. Ndoshta kjo është arsyeja pse Jezusi tha: "Nëse nuk bëheni si fëmijët, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit." E jo sepse fëmijët dinë më shumë, por sepse zemra e tyre është ende e pastër. Ata shohin atë që shpesh ne nuk e shohim. Ndoshta edhe ne duhet të mësojmë përsëri të shohim me zemër si fëmijët, sepse aty ku ka dashuri, edhe suksesi dhe pasuria e gjejnë rrugën e tyre. Nëse kjo histori të bëri të mendosh, shpërndaje me dikë që e do. Mirë se erdhët në Njerëzor, fjalë për shpirtin. Mos harro. Aty ku hyn dashuria, pasuria edhe suksesi nuk janë me qëllim, por bëhen mysafir.